Sot mbushen 26 vjet nga tërheqja e forcave kriminale, ushtarake e paramilitare serbe nga Kosova, duke shënuar kështu fundin e pushtimit serb. Ushtria serbe u dorëzua nga lufta e ushtrisë çlirimtare në tokë dhe bombardimeve të NATO-s që detyruan të nënshkruaj marrëveshjen e kapitullimit në 9 qershor të vitit 1999 në Kumanov. Marrëveshja u nënshkrua nga Michael Jackson, komandanti i parë i KFOR-it në Kosovë, dhe ish shefi i shtabit të armatës së Serbisë, general Nebojša Pavković, i akuzuar i Hagës për krime lufte dhe genocid në Kosovë. Sulmet që vazhduan për 78 ditë u anulluan në datën 10 qershor, pasi komandanti suprem i NATO-s, general Wesley Clark, i raportoi Këshillit Atlantikut Verior se sulmet ajrore kishin detyruar pushtuesin serb të fillonte tërheqjen e plotë të forcave nga Kosova. Me hyrjen e NATO-s në Kosovë, nisi dhe vendosja e misionit të përkohshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili do të administronte vendin deri në shpalljen e pavarësisë në 17 shkurt të vitit 2008.